në këtë kuvent, sa jemi ne të paktën. Partia Socialiste e Shqipërisë, një forcë e cila juve do t'ju mbysi, politikisht. I nderuar zoti kryetar, të nderuar koleg deputet, të nderuar bashkombas, e veçanërisht bashkëqytetarët e mi të qarkut Vlorës, sot ne miratojmë rezolutën për punën e komisionerit për mbrojtje nga diskriminimi. Unë dua të qëndroj vetëm në një aspekt. Në aspektin që në debatin ton publik u zhduk befas javët e fundit nga këta sharlatanët e populistët e pafre, antishqiptarët e tradhtarët që mbysin debatin po publik. Për Zvërnecin. Për atë të cilën me gjasme u quan këta sharlatan dhe që me të drejt u quan mira shqiptar, që pastaj këta mira shqiptar ikën nga sheshi e mbetën vetëm sharlatanët. E drejta e pronës së banorëve të Zvërnecit është një drejt legjitime. Si deputeti i vetëm që ka folur me emra bashkë me kolegë të Partisë Socialiste, kur këta populist, anti-shqiptar, qepnin gojën, e them sërish. Banorët e Zvërnecit kanë të drejtën e plot mbi pronësinë me ligjin 7501, e fiset Balliu dhe Moçka me dokumentet që kanë. Sot ne jemi në një ditë të mirë në këtë drejtim. Spak ka nisur hetimet. Shuma e shitblerjes së asaj prone është e bllokuar. E kush të rezultojë në fund se ka të drejtë ligjërisht, ajo shumë atyre do t'u kalojë. Por të heshtet politikisht për Zvërnecin nga këta që bëjnë patriotin e madh, por që nuk flasin dot as për të drejtat e shqiptarëve, as për të drejtat pronësore, e as për çështjet e mëdha kombëtare, është sharlatanizëm i nivelit më të frikshëm politik. Sot ne shohim në protest se si një grup prej 60 huliganësh, jo qytetarët, jo ata të cilët dolën në protest ditët e para, të frymëzuar nga sharlatanët politik, mirëpresin këta 60 individ me vezë në xhep, Vangel Dulrat, Ered Muçrat, që u kam thënë që të flasin për çamërin, i kam ftuar që të flasin për çamërin, çohen dhe thonë një asgjë të madhe, e vetëm për plagët tonë kombëtare nuk flasin dot. Antishqiptarët nuk kanë bri. Vorje pirotizmi nuk ka bri. Ka fytyrë. Ka fytyrë brejtësisht, sikur se do thoshte një koleg këtu, vetëm se s'di nga ta çoj brejtësin e vet. E ka njerëz të cilët nuk kanë din e nuk kanë iman, e vetmja gjë që din është si t'i bëjnë dëm vendit tonë. Banorët e Zvërnecit kanë të drejtë, e këtë të drejtë për e garanton Spaku që ka mbështetje politike vetëm nga një forcë, nga Partia Socialiste. Nga vullneti kësaj force politike që t'i shkojë deri në fund çdo padrejtësie që bëhet. Këta sharlatan që nuk flasin për këto të drejta dhe që duan vetëm dhe vetëm që të nxisin gjuhën e urrejtjes, nuk kanë vend në politikën shqiptare e shumë shpejt do të zhduken prej saj. Diskriminim është dhe gjuha e dhunës, diskriminim është dhe gjuha e urrejtjes, diskriminim është koshi i plerave që frymëzojnë këta dhe që ju thonë antarëve të tyre që të venë dhe të bëjnë protesta me kosha plerash, kur në fakt në koshin e plerave të historisë do të kenë vetëm emrin e tyre. Faleminderit. Replik, zoti Muçi. Me qënë se me sa duket shoku Bido nuk më ndjek në rrjetet sociale, në atë qafën kur shkaca vjerë, ndoshta nuk ka akses të rrjetet e mia sociale, atëre po rrithem përmes kësaj replike atë që kam thënë nga kjo sallë kur që prishur seanca, që Lëvizja Bashk
ku unë bëj pjesë krenarisht, është e vetmja parti që sot në Shqipëri, në programin e vetë politik, përmend në mënyrë specifike popullin Çam dhe të drejtën e tij për të njohur nga shteti grek dhe këtë gjë nuk e bën as qafa kush ka ca vjerë shoku Bido, pusho, Bido, pusho. Dhe unë jam i vetmi deputet i cili nga kjo sallë kam denoncuar gjenocidin ndaj popullit palestinez, pikërisht sepse për ne në Lëvizjen Bashk, padrejtësia që i bëhet një populli është padrejtësi që u bëhet të gjithë popujve, dhe prandaj nuk kam asnjë kompleks që nga kjo sallë të denoncoj gjenocidin që është kryer ndaj popullit Çam nga shteti grek, eksodin e imponuar ndaj popullit Çam nga shteti grek, dhunën policore po doni ju të grekëve ndaj emigrantëve shqiptar deri para pak vitesh, ashtu sikurse nuk kam asnjë kompleks, po e ritheksoj që të them se unë personalisht njoh me dhjetra grek të rinje të reja, të cilët ja kanë përkushtuar jetën e tyre mbrojtjes të drejtave të emigrantëve, shqiptar dhe nga e gjithë bota. Prandaj, shoku Bido, muhabetet e nacionalizmit dhe i cili për ty është thjesht skuta e fundit e maskarenjve, kur i hedh kështu vërdall, domethënë, mbase pinujt e ata që të ndjekin ty. Po kush ka mend në kohë dhe sy në ball, shef se çfarë ndodh. Këtu mbyllen diskutimet për të pikë. Këtu mbyllen diskutimet për të pikë të rendit ditës. Para se të kalojmë në pikën 6 të rendit ditës, zoti Ardit Bido ka kërkuar fjalën procedurë. Redi Musi lere mandatin. Neni 3 i kodit të etikës të deputetit përcakton që deputeti gjatë ushtrimit të mandatit duhet jetë besnik dhe adheu dhe ndaj popullit. Në diskutimin që ne bëjmë për komisionerin e diskriminimit, ti si askush që të pësh përçarje ndaj kombit shqiptar. Populli Çam thuaj ndonjë tjetri. Populli Çam thuaj ndonjë tjetri. Shqiptarët e Çamërisë janë shqiptarë si gjithë të tjerët dhe janë populli shqiptar i Çamërisë. Populli Çam thuaj ndonjë tjetri. Përçarje brenda kombit ton, ik bëje jashtë i kuvendi. Jashtë i kuvendi. Sepse ti je i pacim dhe i paturp. Krahason ti shqiptarët e Çamërisë me Palestinën. I pacim dhe i paturp. I pacim dhe i paturp. Përçarje në kombin ton se bën as ti, as kush sponsorizon ty në këtë kuvend, sa jemi ne të paktën. Partia Socialiste e Shqipërisë, një forcë e cila juve do t'ju mbysi, politikisht. Faleminderit, replikë zoti Muçi. Më vjen keq, zoti kryetar, që më duhet të marr kohën duke marrë me replika të këtij lloj patetizmi që përfaqet në këtë sallë, domethënë, të këtij lloj nacionalizmi të shtirë dhe të pështirë nga njeri pështirë si shoku Bido. Megjithatë, unë kur fola për popullin Çam, sigurisht ju referova popullit shqiptar të Çamërisë, njerëz të cilët kur unë vizitoj pjesët veriore të Greqisë, i takoj me përzemërsi, se më drejtojnë vetë në gjuhën shqipe, edhe pse kanë frikë dhe sot të pranojnë që janë Çam, sepse janë persekutuar pjesërisht nga shteti grek, dhe unë të po them dhe njerë, i takoj përzemërsisht, flas me ta shqip, dhe prandaj sot ne kërkojmë nga, në programin ton politik, kërkojmë nga shteti grek që t'ua njoh të gjitha të drejtat e mundshme. Prandaj Bido, fryj sa duash këtij fyllit, por ama je në vrimën e gabuar. Je në vrimën e gabuar. Ndroje në shik vrimën. Ndroje vrimën e fyllit, sepse sa më shumë që i fryn, aq më shumë leqendisesh themi ne, Bido. Dakor. Dhe sinqerisht zoti kryetar, unë s'kam ndërmend më të merrem me shokun Bido, të paktën për këtë seancë.